Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka folur sërish për dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit pas dështimit për zgjedhjen e presidentit. Haxhiu ka ritheksuar se dekreti është jo kushtetues dhe se për këtë çështje do të presim vendimin e gjykatës. Kushtetueses Haxhiu ka njoftuar se së shpejti do të drejtohet grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje. Pres që gjykata kushtetuese të veprojë me ndjeshmërinë e çështjes, me rëndësinë e çështjes, sepse vonesa do të shkaktojnë dëme të pariparueshme, theksoi Haxhiu në një deklarim për media. Ajo shtoi se vendimi i Osmanit ka qenë i ngutshëm dhe befasues. Presidenca e Republikës së Kosovës, në një reagim në Facebook, ka dënuar ashpër gjuhën ku sipas saj është bërë thirrje për pushkatim të presidentes Vjosa Osmani. Kur në debat politik përdoret fjala pushkatim, kjo nuk ka të bëjë me kritik apo opinion, por me një gjuhë të rrezikshme që nxit urrëtie dhe normalizon dhunë politike, thuhet në reagim. Presidenca thekson se ata që sot flasin për tradhti dhe pushkatim dhe shtyjnë përpara shpifjet e konspiracionit, në fakt janë duke bërë thirrje për dhunë e vrasje politike. Në reagim nuk është treguar saktësisht se për cilat raste është bërë thirrje për pushkatim të Osmanit. Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka deklaruar se e ka bërë një gabim kur deklaroi se kryeministri Kurti i kishte thënë se hatri i tij po zbaton vendimi për tokat e manastirit të Deçanit. Në një deklarim për TVNjer, Rashiqi ka thënë se fjala ka qenë për vizitën e patriarkut Porfirie për Krishtlindjet ortodokse të vitit 2023. Rashiqi ka thënë se ngjarjet i ngatroi pasi kanë qenë afër njëra tjetrës. Për deklaratën e ministrit Rashiq ka reaguar edhe zëdhënësi i qeverisë Arlind Mandxuka, i cili gjithashtu ka theksuar se Rashiq i ka ngatruar ngjarjet. Një dron i pa identifikuar është vrejtur në një zonë pyjore në fshatin Muqibab, duke bërë që rasti të raportohet tek autoritetet policore. Sipas Policisë së Kosovës, ngjarja është raportuar me 8 mars rreth orës 19:20. Pas pranimit të informacionit, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes për të verifikuar situatën. Gjatë kontrollit në terren, policia ka arritur ta gjejë dronin dhe ta konfiskojë atë. Për rastin është njoftuar edhe prokurori kompetent, ndërsa hetimet janë duke vazhduar për të sqaruar rrethanat dhe për të identifikuar personat e përfshirë. Krye prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, pritet të hënën drejtuesin e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Klodian Brahon. Në njoftimin për media, është bërë ditër se në kuadër të bashkëpunimit, SPAK dhe PSRK nënshkruan një marrëveshje për krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore. Gjatë takimit, Braho dhe Isufaj shpreh ngadishmërinë për angazhim të përbashkët me qëllim avancimin e mëtejshëm të koordinimit ndërinstitucional. Braho riafirmoi rëndësinë e partneritetit me Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Irani shënoi orët e para pas emërimit të Mojtaba Khameneit si udhëheq suprem të vendit, duke lëshuar raketa dhe drone drejt Izraelit dhe shteteve arabe të Xhirit, të cilat sa shkojnë e zemëruan më shumë pas sulmit hakmarrës të Teheranit. Irani lëshoi valën e parë të raketave në udhëheqjen e Ajtollah Sejed Mojtaba Khameneit drejt territoreve të pushtuara, bëri të ditur transmetuesi shtetëror i Iranit përmes një postimi në Telegram me 9 mars. Postimi shoqërohej me një fotografi të një predheje ku shkruhej: "Me urdhrin tuaj, Sejed Mojtaba." Transmetuesi shtetëror tha se në qendër të territoreve të pushtuara janë dëgjuar shpërthime të mëdha. Izraeli njoftoi se një grua mbeti e plagosur nga sulmet. Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Bahreini,
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Iraku raportuan gjatë natës se raketat dhe dronet u nisën drejt tyre, teksa Teherani intensifikon sulmet dhe lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit vazhdon të përhapet në rajon. Pak para mesnatës, me 9 mars, Irani emroi figurën e linjës së ashpër Mojtaba Khamenei për të zëvendësuar babain e tij, Ayatollah Ali Khamenei, si udhëheqës suprem. Ky vendim mund ta bëjë atë shënjesë të direkte të ushtrisë amerikane dhe izraelite. Khamenei, 86 vjeçar, u vra me 28 shkurt, kur forcat amerikane dhe izraelite nisën luftën kundër Iranit.